Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Jemi te kapitulli i urtësisë së forcës praktike me të thirrurit. Kemi arritur tek dersi i tretë. Jemi duke folur për luftën që ka bërë Muhamedi alayhi salatu wassalam. Me arritur tek përqendrimi në takimin me armikun. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka qenë i përqendruar në të gjitha betejat që i ka zhvilluar, si në Bedër, Uhud, Hunain, do më thonë nuk është larguar nga betejat, përkundrazi ka qenë i pari i cili ka nxitur kur ka ardhur koha për t'i bërë ato beteja. Në Hunain ai ka qëndruar kinz kurse disa nga muslimanët janë kthyer. Edhe ai ka thonë, unë jam, thot pejgamber, kjo nuk është gënjeshtër. Thot, unë jam biri i Abdul Mutalibit. O Zot, zbrite ndihmën tënde. Pastaj thot, sahabët u përqendruar në këtë. Ai është udhëheci ynë dhe shëmbulltyra jon. Dhe jo rastisht Allahu subhanahu wa taala thot, për ju shembullin më të mirë, e keni Muhamedin alayhi salatu wassalam, për ata që shpresojnë Allahun, takimin me Allahun dhe në ditën e gjykimit dhe përmendin Allahun shumë. Po ashtu Muhamedi alayhi salatu wassalam ka thënë, o ju njerëz, mos e dëshironi takimin me armikun. Dhe më thënë, mos kërkoni luft me një aspekt. Por nëse shtrohet pyetja, ajo vjen pa e dashur atë luftë, por luteni Allahun për shëndet. E thot, kur ti takoni, thot ata, bëni durim dhe dijeni se xheneti është në hijen e shpatave. Më dhe mos e kërkoni luftën, edhe Allahu në Kur'an thot, mirë po kur t'ju vjen lufta, atëherë thot qëndroni fuqishëm përballë armikut, sepse një prej mëkateve më të mëdha që shkar në hadithin e pejgamberit alayhi salatu wassalam është që m'ia kthy shpinën armikut. Milion musliman në betejë ndërsa ti mu largu prej betejës. Pastaj kemi guximin, trimërinë dhe sakrificën. Për këtë shkak besimtarët e vërtet, kur është e nevojshme me luftu, mu mbrojt, me përhap dinin Allah subhanahu wa taala, janë më të guximshmit. Kurse më i guximshmi, kush ka qenë? Ka qenë prisi tyre. Dhe ajo është Muhamedi alayhi salatu wassalam. Trimëria e tij është shfaqur në të gjitha betejat. Trimëria e tij ka qenë në betejën e Bedrit, sa që Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu thot, e kam parë në ditën e Bedrit se si strehoheshin, subhanallah, se si strehoheshin, thot, te i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam. Sahabët strehoheshin tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ndërsa ky luftonte. Thot, në atë qaste a ishte më afër armikut se sa ne. Atë ditë ai ka qenë më i rrepti nga të gjithë. Ka qenë shumë i butë me muslimanët. Mirë, po kur ka qenë nevoja në luftë, ai ka qenë trim, guximtar dhe më i ashpër përballë armikut. Po ashtu ka thënë, kur fillon të përleshja dhe takoheshin të dy palët, ne mbrojeshim, thot, tek i dërguar Allahu sallallahu alaihi wasallam. Asnjëri nga ne nuk ka qenë më afër armikut se ai sallallahu alaihi wasallam. Do të thonë çdo herë ka qenë i pari, subhanallah. Në betejën e Uhudit ka luftuar, thot, me një trimëri të madhe që s'ka pasur shoqin. Nuk ka pas si ai. Në betejën e Hunenit, Al-Bara radhiyallahu anhu ka thënë, kur bëhej beteja më e vështirë, thot, prap strehoheshim tek ai, tek Muhamedi alayhi salatu wassalam. Kurse më trimi prej neve, ai ishte ai që shndronte baras me të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam. Nuk ishte që i nxiste të tjerët dhe vet largohej, mirë po vet luftonte dhe normalisht edhe i thëriste edhe shokët e tij. Lutja dhe përmendja Allahut subhanahu wa taala, normalisht në çdo punë lutja e kryen efektin e vet. Lutja ndron kaderin, vllazni. Ka në hadith pejgamberit alayhi salatu wassalam. E sidomos në ato rrethana, në luftra të ndryshme, duaja është më së nevojshme. Me bë dua që Allahu subhanahu wa taala mi shpartallu gjitha ato forca që i luftojnë Islamin, që i luftojnë muslimanët. Nga faktorët më të mëdhenj dhe më të fortë përfitore është me kërku ndihmë prej Allahut subhanahu wa taala dhe me përmend shumë Allahun azza wa jall.
sepse ai është i fortë dhe i gjithmundshmi ta dëboj armikun dhe t'i ndihmoj miqtë e tij. Një dua e një muslimani, një besimtari të sinqert bën që Allah subhanahu wa taala me ndihmu atë ushtri, me dërgu me lajke qysh i ka dërgu Allah subhanahu wa taala muslimanëve në luftën e Bedrit. E thot kur robërit e mi të pyesin për mua, unë jam afër i përgjigjem lutjes, kur lutsi më lutet, prandaj let më luten mua dhe let më besojnë mua ashtu që të jenë të drejtë të udhëzuar. Suratul Bekara, ajeti 186. Po ashtu Allah subhanahu wa taala thot, Zoti juaj ka thënë, më luteni mua. Thot unë ju përgjigjem e ata nga mandje madhësia i shmangen adhurimit ndaj meje, do të hynë të nënçmuar në xhehenem. Nëse nuk më lusin dhe e nënçmojnë, do më thonë nënçmojnë, atëherë këta njerëz do më thonë do të futen të nënçmuar në xhehenem. Po ashtu thot Allah azza wa jall, përkujtoni kur kërkuat ndihmë nga Zoti juaj e ai u është përgjigjur. Suratul Anfal, ajeti 9. Për këtë shkak pejgamberi alayhis salam e luste Allahun subhanahu wa taala në betejë dhe kërkonte ndihmë prej tij që ta përkrahte në ushtri. Dini në luftën e Bedrit kur muslimanët ishin të pakët, 3 fish ishin mushrikët përballë muslimanëve. 3 fish. 300 e diçka vet ishin muslimanët, ndërsa 1000 ishin mushrikët. Edhe 3 herë më shumë. 1000 me 3000, 10.000 me 30.000. Më thonë për me sqaru. Më thonë 3 fish ishin më shumë. Atëherë vazhdoi thot, i dërguari Allah sasam u kthye ka kibla, i ngriti duart lart dhe kërkoi ndihmë prej Allahut subhanahu wa taala. Dhe thot vazhdoi të kërkoj zgjedhje me det prej Allahut dhe me duart të ngritura derisa i ra palltoja nga krahët. Atë shumë i ngriste durt Muhamedi alayhis salam, sa që rroba palltoja i zbriti poshtë, e Ebu Bekri ishte afër, e mori thot pallton dhe ja vendosi mbi shpatullat e tij, pastaj thot e kapi nga pas dhe i tha, o pejgamberi Allahut, mjafton tha kjo lutje jotja ndaj Zotit tënd, ai do të përmbush atë që të ka premtuar. Duat e pejgamberëve janë të pranuar tek Allah subhanahu wa taala. Muhamedi alayhis salam ishte i sinqert me duan e tij, sepse e dinte se nëse në betejën e parë do të shkatërroheshin muslimanët, nuk do të mbeste musliman në këtë fytyrë të tokës që adhuronte Allahun azza wa jall. Po ashtu thot Allah azza wa jall, përkujto kur kërkuat ndihmë prej Zotit tuaj, e ai thot ju përgjigj, unë do t'ju ndihmoj me 1000 engjëj që vinë një pas një. Suratul Anfal, ajeti 9. Subhanallah. Iblisi alayhi lane i nxiste mushrikët kundër muslimanëve. I nxiste, ishte me ta. Mirë po në momentin kur e pa Xhibrilin alayhis salam, që kishte zbritur në anën e muslimanëve, sbashku me lajket e tjerë, atëherë iku Iblisi alayhi lane për shkak duas pejgamberit alayhis salam që luti Allahun që të ndihmoj besimtarët në këtë betejë të madhe. Nga duat dhe lutjet që i ka bërë Muhamedi alayhis salam, tha është, o Allah zbritës i librit, i shpejt në llogari, lëvizës i rreve, dëbues i parive, thot dëboj i parit. O Allah, dëboj dhe dridhe ata, kurse neve në ndihmo kundër tyre. Dua e madhe. Kur e takon të armikun, po ashtu thoshte Muhamedi alayhis salam, o Allah, ti e përkraja ime, ti e ndihmëtari im, me ndihmën tënde hyn luft, me ndihmën tënde nga dhjej dhe me ndihmën tënde luftoj. Po ashtu thoshte, o Allah, të lëmbi qafat e tyre dhe kërkoj mbrojtjen e ti nga sherri i tyre. Dua kishte bërë Muhamedi alayhis salam me sinqeritetin e tij, dhe një i dërguar si Muhamedi alayhis salam kur të lufton duke kërkuar ndihmë, normalisht që Allahu do t'i përgjigjej duas së pejgamberit alayhis salam, por edhe njerëzve të sinqert apo besimtarëve të sinqert. Ibn Abbas radhiyallahu anhu thot, ka thënë, hasbunallah wa ni'mal wakil, na mjafton Allahu dhe sa mbrojtës i mirë është ai. Këtë e kishte bërë kush vllazni? Ibrahimi alayhis salam. Kur ishte hedhur në zjarr,
e kishin hedhur në zjarr Ibrahimin alayhis salam dhe kishte bërë dua, më mjafton Allahu, sa mbrojtës i mirë është ai. Dhe Allah subhanahu wa taala e mbrojti Ibrahimin alayhis salam. Dhe gjithashtu Muhamedi s.a.s. ka thënë këtë edhe kur ati i kanë thënë populli është të buar t'ju sulmoj juve, t'ju sulmoj, pra keni frikë, ajo vetëm u ashtoi edhe më shumë besimin, e thanë, neve na mjafton që e kemi Allahun, ai është mbrojtësi më i mirë. Më thoni dhujtarët, duke dashur t'i friksojnë muslimanët, i thanë se populli është të buar, jënë të buar mushrik kundër juve, për kundrazi këtyre ju shtu imani akoma më shumë. Dërsa normalisht munafikët e bonin punën e vetë kundër muslimanve. Suratul Ali Imran, ajeti 173. Po ashtu Muhamedi alayhi salatu wassalam ka thënë, nuk e kthen thot kadan për caktimin asgjë përveç lutjes dhe nuk e shton ymrin gjë tjetër përveç mirësjellja. Por normalisht edhe kjo është prej kaderit Allahut subhanahu wa taala. Më thonë, duaja ta ndron për caktimin Allahut subhanahu wa taala. Respekti Allahut dhe respekti të dërguarit sallallahu alaihi wasallam, respekti ndaj Allahut dhe të dërguarit të tij, po ashtu thot, janë nga faktorët e ndihmës dhe thot për të korrur fitore. Kur ti e respekton fjalën e Allahut, e respekton fjalën e Muhamedit alayhi salatu wassalam, dije që rezultatin e ki ose shahidllëk ose fitore, dhe s'ka të tretë. Për një urdhër të pejgamberit alayhi salatu wassalam, shigjetarët që e lanë në luftën e Uhudit e humbën betejën. E humbën sa urdhra ne e lejmë. Dhe për atë nuk kemi fitore, bile shumë jemi të fitu. Rezultate shumë të mira kemi. Se sa nuk i respektojmë na, nuk i respektojmë urdhat e Allahut dhe urdhat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kështu që çdo mujahid, por edhe çdo musliman e ka për obligim të mos e kundërshton Allahun për një çast. Atë që e ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala duhet të zbatohet, dhe thot Allahu azza wa jall, respektojeni Allahun dhe të dërguarin e tij dhe mos u përçani mes vete e të dobësoni e t'ju humbas era. Ajeti tjetër thot, kapnu që të gjithë ju hablillah, kapnu që të gjithë pas litarit Allahu subhanahu wa taala, wala tafarraghu, dhe thot mos u përçani. Momentin kur vjen një vezvese, momentin kur vjen një dyshim, hajde vlla, ja ku e kemi Kur'anin, ja ku e kemi Sunetin, edhe gjykojmë me lenin Allah subhanahu wa taala dhe dalim nga situata e përçarjes, sepse në momentin kur muslimanët përçahen, atëherë e humbin fuqinë. Dhe normalisht kjo është në dobi të armiqve të Islamit. Nuk po flas për grupet e ndryshme të devijuara, po flas për disa çështje të cilët janë brenda rrethit e ehli sunnetit, që nuk lejohet mu përça muslimani me muslimanin. Po ashtu Allah subhanahu wa taala, ai që respekton thot Allahun dhe të dërguarin e tij, friksohet atij dhe është i devotshëm ndaj tij, ata thot janë fitimtarët. Sot Nur ajeti 52, po ashtu thot, kush e kundërshton Allahun dhe të dërguarin e tij, vetëm se ka devijuar me një devijim të qartë. Sot Al-Ahzab ajeti 36. Po ashtu, le të kanë kujdes thot, ata të cilët e kundërshtojnë urdhrin e tij, Muhamedit alayhi salatu wassalam, thot se mund t'i godas ndonjë fitnë, sprov, ose t'i godas ndonjë dënim i dhëmshëm. Suratul Nur ajeti 63. Imam Ahmedi thot, fitne është për qëllim shirku, sepse e kundërshton me dije, me vetdije kundërshton urdhrin e pejgamberit alayhi salatu wassalam, dhe Allahu na ruajt edhe mundet me dalë prej fesë njeriu nga kundërshtimi i urdhrit të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ka thënë i dërguari Allahu sallallahu alajhi wasallam, dhe është bërë poshtrimi dhe nënshtrimi për ata që ma kundërshtojnë urdhrin, kurse kush i përngjan një populli, ai është prej tyre. Kush ma kundërshton urdhrin, thot çfarë është bërë poshtrimi, është bërë poshtrimi mbi të, dhe kush i përngjason një populli, ai është thot prej tyre. Po ashtu bashkimi dhe mirëkuptimi e jo përçarje dhe konflikte, mujahidët duhet të realizojnë kushtin e fitores, siç tham, e sidomos bashkimin e fesë Allahut në fenë Allahut subhanahu wa taala dhe afrimin me njëri tjetrin.
dhe jo konfliktin e përçarjen. Thot Allah subhanahu wa taala, e mos u përçani mes vete, e të dobësoheni, e ta humni fuqinë. Dhe qëllimi i armiqve të Islamit është mi përça muslimant, e sidomos ju në Evropë i keni rastet konkrete, në përgjithësi musliman që janë të përçarë shumë, edhe për gjëra të kota, subhanallah. Që të thuën se në fetare, a realisht hynë epshi dhe muslimanët bëhen pike 5. Muslimanët bëhen pike 5 dhe këtë e donë shejtani. Si që është një hoqë, në momentin kur ti e bën një grup për me shku në haqë, apo numre, apo për ta bërë një ibadet, në paralelizëm me ty, shejtani e bën një grup tjetër për mi përça këta. Për mi përça dhe me fut, do më thonë, ndasi dhe urrejtje në mesin e muslimanëve. Thot Allah subhanahu wa taala, o ju të cilët keni besuar, respektojnë Allahun dhe respektojnë të dërguarin si dhe prisit tuaj. Shikoni ajetin kuranor, atiyu Allah wa atiyu Rasul wa ulil amri minkum. Thot, respektojni apo binduni Allahut dhe bindjuni të dërguarit dhe prisave tuaj. Pse s'po thot dhe bindjuni prisave tuaj? Se e para po thot bindjuni Allahut, e dyta po thot bindjuni të dërguarit, e treta po thot dhe prisave tuaj, nuk po thot dhe bindjuni. Që i bije bindja ndaj prisit është në ato gjëra ku prisi i bindet Allah dhe të dërguarit të tij. Sepse nuk ka bindje krijesës në kundërshtim të krijuesit. Mirë po, mbreti, udhëheci, pushtetari, halifja ka status të veçantë tek muslimanët. Edhe nëse është mëkatar, edhe nëse është zullumqar, duhet i bindesh në gjërat e lejuara. Nëse i shkel urdhat Allah dhe urdhat e pejgamberit alayhis salam, duhet ta këshillosh. Nëse e merr këshillën, walillahil hamd. Nëse nuk e merr, nuk ki përgjegjësi ti tek Allah subhanahu wa taala. E ki hek përgjegjësinë tek Allah subhanahu wa taala. Dhe pas çdo prisi, qofti keq apo i mirë, qoftë haramxhi apo qoftë besimtar, lejohet gjihadi pas ti, lejohet xhumaja pas ti, lejohet namazi bajramit pas ti, gjitha këto gjëra lejohen pas ti derisa nuk ka kufër të qartë që e bën kafir udhëhecin e një shteti të muslimanëve apo në përgjithësi muslimanëve. Po ashtu kemi pikën e 9, durimi, patjetër duhet bërë sabër në të gjitha gjërat, sidomos në luftë kundër armiqve të Allahut dhe të pejgamberit të tij, dhe sabri është 3 lloje vllazni. Sabri në respektimin e Allahut, që është nga shkaqet e fitores. Kur e din urdhrin e Allahut, kur e din urdhri që është urdhri i Allahut subhanahu wa taala, atëherë ti ndalesh dhe e respekton, sepse kjo bëhet sebeb që ti me fitu fitoren, domethënë rezultati me qenë fitoria. Po ashtu sabri ndaj harameve, ndalesave të Allahut subhanahu wa taala, sabri në kaderet e fatkeqësive, durim në fatkeqësi. Nëse ndodh një fatkeqësi, duhet me bë durim. A e dini rastin e Omar ibn al-Khattabit që ushtrin e kishte marr, ushtrin për me shku me çliru një vend. Dhe kur shkoj me një vend të caktuar dhe dëgjoj se kishte rënë murtaja, nuk dinte çfarë të vepronte. Derisa erdhi Abdurrahman ibn Aufi dhe i tha: o prisi besimtarve, tha, unë e di një hadith që Muhamedi alayhis salam ka thënë, nëse me një vend të caktuar përhapet murtaja, në këtë rast pandemia, epidemia, këto termet e sotshme, një smundje ngjitse, atëherë thot mos u futni, ju që jeni jashtë mos u futni aty. Ndërsa ata që janë brenda mos dalin jashtë atij territori. Subhanallah, ushtrinë ka çu. Për çfarë? Për cilën qëllim? Për me çliru një vend, në emër të Allahut, në emër të dinit, në emër të xhihadit, e kthej ushtrinë për një urdhër të pejgamberit alayhis salam. Sepse s'do të kishte bereqet Allah, sepse do ta kundërshtonte fjalën e pejgamberit alayhis salam. Dhe e morë Omar ibn al-Khattabi radiallahu anhu këtë urdhër që nuk e kishte dëgjuar nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nuk e dinte si hadith, nuk e dinte si argument, por se erdhi një sahabi dhe i tregoi, dhe ky menjëherë u bint Omar ibn al-Khattabi radiallahu anhu. Thot Allahu azza wa jall, thot o ju që keni besuar, bëni durim,
bëheni të qëndrueshëm kundër armikut, rrini të përgatitur dhe keni frikë Allahun, ashtu që ju të shpëtoni. Suratul Ali Imran ajeti 200, po ashtu thot Allahu Azza wa Jall, dhe bëni durim se me të vërtetë Allahu është me durimtarët, e ndërsa i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë dhe se fitoria vjen me sabër. Fitoria vjen me sabër. Shpëtimi vjen pas brengës dhe pas vështërsis vjen lehtësimi. Allah pejgamberi sa po tregon që mas brengës, mas vështërsis ka me të ardh shpëtimi inshallah taala. Dhe thot Allahu Azza wa Jall, sa pejgamber pati që së bashku me ta luftuan turma të mëdha besimtarësh dhe për atë që i goditi ata nuk u dobësuan dhe as nuk u për ulën. Allahu i do durimtarët. Fjala atyre nuk ishte tjetër vetëm se thoshin: Zoti ynë na falë mëkatet dhe lëshimet në punët tona dhe na forcon në vendet tona luftë e na ndihmon kundër popullit jo besimtar. Andaj Allahu u dha atyre shpërblimin më të mirë të botës tjetër. Allahu i do bamirësat. Suratul Ali Imran ajeti 146 deri 148 deri në takimin e radhës me sinqeritetin. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ju shpërbleft.